Një burr u kafshua nga një gjarpër helmues, por incidenti përfundoi duke i shpëtuar jetën. Ai u përpoq të thërriste ndihmë, por aksidentalisht ra nga një shkëm. Pas zgjidhje tjetër, ai u përpoq ta thithte vetë helmin. Pak çaste më vonë, ai ndjeu marramendje dhe dobësi. Duke u kthyer me vështirësi në shtëpi, burri i re se dora ishte njëtur si troku i një deri. Para se të mund të reagonte, ai u rrëzua dhe ra në gjumë. Kur u zgjua përsëri, u trondi. Jo vetëm që ishte mirë, por plaga në dorën e tij ishte shëruar plotësisht. Edhe më e çuditshme ishte se mjekra ishte rritur ndjeshëm brenda natës dhe makina e tij e parkuar tani ishte e mbuluar me një shtresë të trash pluhuri, sikur të kishte qenë aty për një kohë shumë të gjatë. Në fillim, burri nuk e mendoi shumë këtë, por kur mbërriti në qytet, u tmerrua kur pa kufoma kudo. Nuk kishte asnjë person të gjallë në horizont. E zuri paniku kur mendoi për prindërit e tij. Ai nxitoi për në shtëpinë e tyre, vetëm për të zbuluar se nëna e tij kishte vdekur tashmë. Atëherë e goditi, ndërsa ai kishte qenë pa ndjenja, një murtaj masive kishte zhdukur njerëzimin. Pa pritmas, ai dëgjoi një shurm nga shtëpia e fqinjit. I kureshtar, ai u afrua dhe zbuloi se një grua kishte mbjetuar. Me shpresë të re, ata morën përsipër përgjegjësinë e ruajtjes së racës njerëzore. Një minutë më vonë, gruaja mbeti shtatzën me sukses.